Kthehemi në studio, të dashur e të nderuar gjithmonë për ne shikuesat gjuhës me pjesën kontaktuese. Pjesën jepet për drejtësin në pjesën e parë si të dytën. Në pjesën e dytë keni mundësi ju që të bëni pyetjet tuaja në numrin e telefonit +383 45471 848 në Viber e në WhatsApp, po ashtu si dhe tek rubrika dërgo mesazh. Nga gjitha pajisjet tuaja të mençura, ne mirëpresim telefonatat, mirëpresim pyetjet tuaja me telefonat ose përmes telefonatave dhe ato që ju i dërgoni gjatë javës apo dhe sonte me shkrim, të cilat do të lexohen deri në orën 9:30 zyrtarisht. Sa jo dhe me tutje nëse kemi nevojë edhe kërkesa për të përgjigjur pyetjeve tuaja. Hoxha dashur ndëruar është për këtë pjesë këtu, ju mos ngurroni të pyetni gjithçka që ju intereson për dhe rreth temës apo në përgjithësi për dhe rreth islamit. Ne do të jemi bashkë deri në orën 21:30. Gjithmonë falenderues për kushtrimin si pjesë e regjisë, falë të cilit realizohet edhe ky emision, edhe pse ne prapasken atje nuk duket, por zëri e pamit vijnë nga puna profesionale e tij. Përderisa kushtimi po na bën me dije se kemi telefonat, ne vazhdojmë pjesën tonë të emisionit me pyetjet tashmë të dërguara me shkrim në rubrikën ose tek rubrika dërgo mesazh dhe e nisim me pyetjen e parë. Thot Hoxha, çka thot feja për njerëzit që na thyen zemrat kur ne ju kemi bërë keq, por kemi dashur me gjithë shpirt. Ndoshta kemi mundur të lëndojmë pa dashje, por kjo gjithmonë mbetet me pa dashje. Bismillahirrahmanirrahim. A lezu për mënyrë apo më? Po. Sa i përket kësaj pyetjes, çka thot feja? Feja thotë të që është me mira, nuk ka diçka që të kthehet ndryshe përveç me ato që ua bën të tjerëve. Është një rregull kështu në fe që shpërblimi është prej llojit të veprës. Po është edhe tjetra, edhe dënimi është prej llojit të veprës. Çfarë do të thotë kjo? Nëse ti e përgojon dikon, ja përmend do të thonë gjonat që ai i urrejn. Edhe çush është i kthimi. Ki më përgoju për të tjerëve. Edhe ty ka me tarë mëzi, edhe ki me urrejt se të kam përgoju për disa gjona që i kia, ose i përmendë njëri disa të meta që i ka, sepse se cili prej nesh ka të meta. Edhe tash, nëse ti ja përmend dikujt metat, edhe ja publikon, qysh të vjen ty dënimi? Duket t'i përmend të metat tua të tjere dhe t'i publikojnë ato. Po, e ke dash dikon, i ke bo mirë, qysh është problemi? Ka me dash dikush edhe ka me të bo mirë. Ka me dash dikush edhe ka me të bo mirë. Po personi që i ke bo mirë, ka qenë mos mirë njës, edhe atina kam ju këthyje, me që të më nedhë, çka? Ai kujt i ka bo mirë dikuj tjetër, ata kanë me akthyer me çka? Me përbuzje, mos mirë njohje. Kështu që pyetësi që e ka bo pyetje, nëse pyetësi apo çdo çështë e ka të bërë, nuk do të marr këto kaq nga zemrës. Ai ka thyer zemrën, pse do të ai ke bo ndihmën ose ato çka ke bo për to, e ke bo për hatër të Zotit apo për hatër të njerëzve? Apo pret shpërblime prej Zotit apo prej njerëzve? Ai që pret prej njerëzve kanë herë si më shpërblime as prej Zotit as prej njerëzve. Ai që i bën veprat për njerëzit, si më shpërblimet as prej njerëzve as prej Zotit. E çfarë do të më po? Parimisht çdo sen që e bën, edhe një gotë që pen bismillah, me emrin të Allahut e për hatër të Zotit, me kalu etjen, me fol më mirë në mision, me u disponue, edhe kështu, edhe shkruat çka sevap. Për hatër të njerëzve, me emrin e njerëzve, a lejohet? Jo, po për hatër të njerëzve, kur ç's përfiton. As nuk të freskojnë njerëzit, as nuk t'japin bereqet, as nuk t'ashtojnë të mirën, as kështu që njeriu nuk do të më mërzit shumë apo më shqetësu shumë se atyne që kemi bo mirë, s'po na e kthejnë me të mirë, ose atyne që kena bo mirë, po na e kthejnë me të keq, se cili për veten e vet. Ata e kthejnë me të keq, edhe atyne kanë me kthejnë me të keq. Ata po t'i njerojnë, edhe ata të tjerë kanë me i njerue. Ata po të nervozojnë, edhe ata të tjerë kanë me nervozu ata. Ata po të ndihmojnë, edhe të tjerë të ndihmojnë ata. Ata po të gëzojnë, edhe aty një kthehet me gëzimin për anës e tjerëve. Pra, qysh të bësh në atë mënyrë edhe të kthehet.
Kur fa problemi nuk është. Po më e keq është njeriu me investu në dikën apo me shpenzu për dikën e me pas për hatër të njeriu dhe mos me pas për hatër të Zotit. Të na jetë pa shpërblime edhe të Zotit, edhe jetë pa shpërblime të njerëzve, të cilë ju ka bo mirë. Selam alaikum juve dhe hoxhës, aleikum selam, thot, jemi të ftuar në martesën e djalit vllahut. Po kemi me dyshin për shkruajnë sepse bëhet me muzikë dhe me përzierje gjinish natyrisht, dhe në përgjigjet tona paraprake me jo, ose arsyetimit ton po thonë që po edhe në darsmat tuaja ku po shkoni si fetar po ka ilahi. Si të veprojmë këtë rast para në gjuna dhe pa e idhnu vllahun të familjen e tij. Krye familjarë thotë jam që po bëj këtë pyetje. Nëse me pas parasysh kur të bëjnë krahasime, me bë krahasime të qëndrueshme, krahasime që janë realitet, jo krahasime të paqëndrueshme që nuk janë realitet. Nuk krahasohet ashtu muzika me ilahit. Do të me pas parasysh. Ilahit diçka tjetër, muzika diçka tjetër. Ilahia thirr besim në Zotin, thirr për punë të mira, muzika thirr për më shfrenua, për më lakuriqua, për me pi alkoole, ku ta diun për dashnie, për s'diçka, ku ta diun, kështu që nuk ka nevojë me i krahasu kështu muzikën me ilahin, se krahasim banal, nuk është i njëjtë absolutisht. E çka me bota është, po ju shkoni e bëni për hajr vllaut, rrini pak edhe delni dikur, çani në dhuratë, shikini adetet, traditat, edhe rregullohet. Po e zo, tubimi fillon ora, ko di mas dite për shembull, ora 15, ora 16. Fillojnë marrë njerëzit, fillon muzika, ti shkon pak më herët, i çon dhuratën vllaut, ja bën për hajër, vinë njerëzit të bën ka daldale, ti rrënjë një kavalin, fillojnë njerëzit bëhet pak kallabllak, nështë lëshuat që të muzika, ti dar ka dale, bën një tërhiqje taktike, për hajër ja ke bë, dhuratën ja ke dhënë, ato ja ke lënë parët në zarf ose diçka kështu nëse i çon disa gjana. Edhe ç'është bëhet. Hoxhat kam probleme me nervin shiatik. Kur jam në namaz më duhet të bëj lëvizje që janë ndoshta edhe të pakontrolluara, por që më duhet të lëvoj sepse më lehtësojnë dhimbjen, sidomos në disa pjesë të shpinës. Këto veprime që i bëj janë gjuna që i bëj gjatë namazit apo jo. Edhe pse këto i bëj edhe kur ha buk, apo edhe kur heci, apo edhe në përditshmërinë e jetës time. Unë fillimisht këshilla këtë vllahun që ai me u drejtu ka mjeku, neurokirurg, edhe me pa, do të thotë shqetësime që i ka. Kjo e para. E dyta, së përket aty në veprime që i bën, unë nuk e di çush janë ato. Nuk e di çush duken veprimet, po sido që t'jenë, ato veprimet namazin nuk bën me lanë. Sado që t'jenë ato veprimet pahijeshme, ose me i pa dikush të me thonë nuk i pëlqen ato veprime, ato reagime që i bën me kam, apo me shpinë, apo me trup, pse prap asnjë arsyetim nuk ka për me lënë namazin. Jo me nervin e shiatik, po me pas probleme këtë nervat e trupit, apo të kokës, apo të këmbëve, apo të shpinës, apo të durve, ti prap namazin nuk bën me lënë. Të gjitha dyrët janë të hapura, për namazin. Qysh? Po më nësh më falë normal qysh falë me krejt bota, falësh. S'po mund është ashtu, po duhet ullë, po duhet në kam, po duhet shpinë, po duhet në krah, po duhet në gjaks. Do të thëtë, gjitha opcionet janë të mundshme, përveç një, lënia e namazit. A është si opcion? Nuk është. As nuk diskutohet lënia e namazit. Jo që ka probleme në një shiatik, po me pas edhe probleme shumë atrona, namazin nuk lihet, gjithmonë flas, nuk lihet asnjëherë për namazet farze. Namazet sunete, po, kësi rast është të ngjashme, ku njerëzit kanë shqetësime, bën me lënë namazet sunete në këtë rast. Se ne kam thënë për ju, moderatori dhe vllahun nga teknika thotë, a është ndalore se janë haram medikamentet që përshkruhen nga mjek jo musliman, që ndoshta ato barra ose medikamente ose sulfata mund të kenë sasi të drogës ose të gelatinës. Faleminderit, Allah shpërblet për përgjigje. Do të më marr ato ilaçet me këshir për bamjen, edhe me shku do me thonë me pyetje të sigurt. Jo me paragjykime, me dyshime, mund të ketë këto, mund të ketë ato. Ato shiten nëpër banatore,
ato zakonisht janë do me thonë kanë përmbajtje, po që është e përpunuar dhe normal aty mos me pas që si qetësu, si që në drogat të ndryshme, edhe se ka efektin si ilaç. Andaj që ka shitet në përbanatorë, rregull është, po ma mirë është me specifiku, me thonë që ky ilaç, ose që ky medikament përmban këto, edhe zakonisht pastaj pyetjet do të mi drejtue ka mjekët musliman, ata të cilët i marrin vesh ato gjana, e ata pastaj mjekët musliman konsultojnë me hoxhallarët, e dhoni përgjigje. Ose do të më marr pyetjen nga si hoxha, do më konsultoj me mjek, ose me farmacist, apo me kimist, edhe me pa, do më thonë përmbajtjen, që zakonisht të ilaç që thuj se shumica, mos thonë krejt janë të lejuara. Se për hoxhën, për ju vëlla shpëtimi, e kam një pyetje që ka të bëjë me betimin, të cilin betim unë e kam bërë në emër të Allahut, por për shkak të arsye të ndryshme e kam thyer atë betim dhe po ndjem zakonisht keq, më saktë se me çfarë duhet ta kryej shpagimin për thyrjen e betimit. Fillimisht të këshilloj këtë vëllezër të tjerët mos më u betu kështu vën e pa vën. Dikush për çdo sen betohet, pasha Zotit të bëj këtë, pasha Zotit të bëj këtë. Nuk do të më betu. Po nëse është betua, po është zëtu që ka me bo që ta, ose s'ka me bo që ta, pastaj e ka thyje, atëherë ose ushqen 10 të varfër, ushqim ditor, mesatar, nëse i ka mundësit. Nëse si ka mundësit, a gjeran 3 dit. Nëse si ka mundësit, a gjeran 3 dit. Për me, që ka për me shpaguat thyrjen e betimit. Jam djali vetëm i shtëpisë dhe më është bërë mendja me dal jashtë, në kërkim të rrezikut dhe ushtrimin e profesionit. Nuk e kam lejen e plot të prindërve, si duhet bën këtë rast. Nuk e kam lejen e plot të prindërve, thotë. Si duhet bën këtë rast, të dal apo të rri me prindërit të ushtroj profesionin këtu, edhe pse këtu nuk po më njerë me gjetë punë. Është pyetje konkrete. Po, sa i përket dalje shes venit, përveç ata që janë të detyruar në farforme, e kanë patjetër në ato rast të bën me dalë. E në rastin konkret, kur ky djalë është djali vetëm dhe nana e baba nuk kanë djalë tjetër përveç tij, nuk bën asë sikurse si nuk bën me i lënë prindë me dalë jashtë, pa lejen e tyre të plot. Pa i thonë ata, po i lirë, nësë kem nevojë për ty, po edhe në ato rasto nësi propozoj, apo si rekomandoj për me dalë. Prind sot janë esercian, ata janë gjeneti jetë, Allah, shfrytëzoja, jeti shkatje e prindim me praktikon atje do me thonë, apo është me thonë, e ushtron atë profesionin, e rregullon pak punët, apo gjendje, kur të kthehesh prindës janë, shkoj gjeneti. Kështu që jo jashtë vendit, po edhe jashtë qytetit, pa lejen e prindëve mos del. Sepse nuk shkojnë punë të mirë. As në profesion, e as në mision, e as në familje, nëse ki familje, ki gru dhe fëmijë, nuk rregullohen raportet as me Zotin, as me njerëzit duke i prish raportet me prindit. Nuk mund ta gëzosh as kanë as veten, as gruan as fëmijët duke i hidhëruar, duke i mërzitur prindrit. Duke fara për këtë kohë, për pak jam ftof, prap jemi tek familja hoshtat, vllau po don më kthy prej Gjermanisë më saktë. Unë po i them le të kthehet se ka familjen këtu, edhe pse nuk jemi duke hjekur për kur gjë, po prindët tanë po i thonë mos u kthe se na prishin punë ekonomikisht. Një këshill për mua, apo bëj mirë që po këshilloj me u kthyer apo jo, dhe për vllaun se çfarë duhet praja, të rria po të kthehet. Nëse këtu ka mundësi vllau me punue, dhe ka mundësi me sigurue, dhe me thonë në një pagë mesatare, kthehet. Gjithsesi është më mirë me u kthye. Evropa në përgjithësi është duke kaluar nëpër një krizë ekonomike dhe thuj se nuk din ndonjë shtet që të ketë në Evropë që janë duke jetuar jetë luksore që kanë pas para 10-15 viteve, 20-30 viteve. Evropa në përgjithësi është duke kaluar nëpër kriza të ndryshme dhe vetë atje do të thotë i kanë detyruar njerëzit me punu, kanë një punë gjysmë ose 2 puna, ose me punu 2 antarë të familjes, 3 antarë se për ndryshe, një me punu në Evropë, me një pagë,
mesatare nuk mund bjetojnë, nuk mund t'ja dalë. Po. Kështu që ma mirë është me u kthy këtu, edhe me qenë afër familjes, në përgjithësi e afër prindve në veçanti. Kemi telefonat dhe bërë me dje Rezia. Alo, nëri. Selam aleikum. Aleikum selam, jeni drejt drejt. Po, më të Përshëndetje për ty dhe për hoxhën e Ru. edhe për juve. Kam dy pyetje. Po, veçur nëri. E para është rreth zekatit. Doja me ditë pak çish është për këtë vjet, çish e ka përcaktuar se ajo përcakton nga si islame. Nuk e di ajo më qartë. Po, në rregullime, faleminderit për pyetjen e parë. Pyetja e dytë është puna e dhikrit. Përbojmë për shembull prej mas faljes të këndis e deri në kohën e para perëndimit diellit. Po. A duhet me qenë patjetër me abdes? A duhet a ka mundësi me bo edhe rrugës? Apo duhet si që veprojnë gjithmonë në shtëpi edhe në seqe, zakonisht. Nuk e di ajo e kjo është në pyetje dhe nuk e di ajo më duhet bo mirë këtë vikë. Këto ishin pyetjet e mia, faleminderit, Zoti është përbleft. Amen. Dhe juve që më në të gjanë shikoni, tash e me një përgjigjen, inshallah. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum salam. Se i përket zekatit, zekati është obligim, është farz, urdhën i prerë nga Zoti për çdo besimtar edhe besimtare muslimane që pasuria e tyne e arrin atë shumën apo atë nisabin apo atë kuotën për me dhonë zekatin. Çka nënkuptojmë me nisab? Çka nënkuptojmë me atë shumën e caktuar? Kuptojmë një pjesë e pasurisë të cilën e kemi ose në pare, ose në ari, ose në gjona tjera, edhe ajo është duke ndajt, sidomos të monedhat, ajo duke me ndajt një vjet, dhe ajo pasunia jonja është në vlerë, apo ajo pasunia jonja na e mundson neve me i blet 85 gram ari. Nëse ti ki pare të ndajt që një vit, po e zonë prej tetorit ditit kalum deri tash, ki pare që me ato pare mundesh me blet 85 gram ari, atëherë çka? Obligohesh me dhon zakatin. Po në kam pare, po me çto pare mi 50 gram ari s'mundem me i ble. A do të me dhon zakatin jo. E tash në këtë moment kur na po flasëm, unë djesha me një familjar të fole, e punon aty te një lokal ku shitet ari, edhe më tregoi 100, nuk e di, a tha 110, 115 euro një gramari ka shumë. Në kulmin tha e ka. Kulmin. A e mendoj e vjetë ka qenë dikun 5-60. Dyfesh. Po, o shtuë. E ta 75, herën 100, sa po i bjen 8500, apo i bjen 9000, dikun po i bjen nisabi. Në këtë moment, Ramazan ka qenë 7000. Këtë Ramazan e kalum ka qenë 5000, 5300. Se kjo lëviz në bazë të vlerës së arit në treg. E nëse pasunia jote, po e zonë 8000 sa euro, ka qenë duke ndajt prej vjetë në 8 orë deri tash, ose me mujt hënor do të me bo llogarin, jo me mujt diellor, po me mujt hënor, që shenë mujt për shembull Muharrem, Safer, apo edhe mujt e tjerë, dikush me Ramazan, dikush e ka me Shaban, dikush e ka me Rexheb, dikush e ka me Shawal, ku ta diune, e nëse pasunia ju të rrin një vjet, atëherë obligohesh me dhon 2.5%, që i bjen 1/40 e qasaj shumës apo qasaj pasurisë. Kjo është e para. Se për këtë të dytës dhikrin, tha e bëj pas ikindis deri në aksham, që kjo kohë është shumë e preferume. Shumë e preferume e pëlqyer është. Më nësh edhe para akshamit, më nësh edhe mas akshamit. Amo që ke mas ikindis deri në aksham, shumë kohë e mire. A do të me bo me abdes? Jo, pa abdes. Po du me pas abdes në rregull, po s'obligohesh. Nuk obligohesh për dhikret e me bo abdes. Dhikr është subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tash a duhet për çdo fjalë me marr abdes? Jo, nuk duhet.
Apo me bo gjatë rrugës, po, shumë mirë, është duke ecë, duke vozit, duke ndajt në tren, në avion, në autobus, në rrugë, banë me bo, këtë në regull. Edhe sa kuptohen e tha, e bëj tha, unë zakonisht e bëj tha me kokën sejgjde. Dhikrin sejgjde me kokën sejgjde nuk bëllë dhikrin. Këto se pas në dëgju kur. Dhikrin bënë ullën si njëri, bënë ullën karri, apo në krevet, apo kutën diju në kuji, asë bënë ullën poshtë, ullën këm krysh atë qysht më dhe shme ndajt, po jo me kokën e sejgjde, se nuk përmenet kërkun që pejgamberi s.a.s. e ka bëllë dhikrin me kokën e sejgjde. Allahu alem. Është dikush për bëm bebë, thotë kështu. Por Zotën Hoxha Fadil që më këshillon shkurt qash shepsit dhe prej. Ka marrë vesh të siguria Hoxhës. E Hoxhës më ka bërë se hire, edhe mos me pas nalë shtëpisë që më konë ka shkoj me e mytë. Se mi vërru të ashtë ty që se me ka qartë jetën time familjare, edhe po gjetë që halas për më rahat. Dhe më të qështu një spytja, se më në. Lajnë dëruar nëse jetëna dëgjua, jetëna për cilë, po të këshilloj e para, këtheu të Zoti. Këtheu të Zoti, lidhë me Zoti. Edhe thuaj, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, mua edhe është mështetë si ma i mirë, mështetët e Allah. E dyta, sabër. Bën sabër. Ti jesh i kujdesshëm. Mos bën veprime apo reagime për të cilat do të pendohesh më vonë. E treta, mos paragjyko. Po në po dyshoj. O vëllo, pa vërtetu 100%. Nuk bën me përmen emna, as ma te për kërë kinë familje. Sepse Allahu që po thot? Ja e ju helledhine amenu gjtenibu këthiren minë dhanë, inë ba'da dhani ithm. O ju që keni besuar, largonu pi dyshimeve të shumëta. Sepse disa dyshime që të pabazume, të pa argumentume, janë gjënahe. Janë gjënahe, mësë janë gjëna, me dyshue. Pse e kom pa të fole, e kom pa të bëj, e kom pa të elon ato. Se në ato argumente. Nuk i kem në nivel qështë nalt gratë a gjallarve, apo të familjarve në abo ma gjitë. Do të këgja një farë drejtë i madhë me ka një farë shëjtoni i madhë me ditë me bo. Do të me mohu Allahën, me gjujtë Koranin për toke, me gjujtë Koranin vendin dyta, me gjujtë nevojt madhe, e u dhubilaruna zëtë. Do të me bo shumë gjanat këshia për me mërria shkallën e besueshmëris për me bashkue kënë punën me gjendë. Se kësh bërsi, kë që bën magji, kë i bashkan punën e ti me punën e shejtonit mallkuar, me punën e aty në gjendve kësh bërs. E ata nuk ja dhonë mundësin çdo njonët. Do të me kalu disa teste, do të me arrita shkallën e besueshmërisë tek ata. Andaj mos u shqetëso, mbështet ju Zotit. E pastaj te Zoti, çka i thu Zotit del nesër me rre, e të rre bjen boksa shuplake dhe lën vend. Vdes. Ke myt njërin, para mendosë dhe me thonë. Edhe në këtë botë një 20-30 djetë në burg, edhe botën tjetër në zajam gjahnemit. Kështu që nëse 100% e din që po të banë, atër i shput raportet, i shput marrëdhëniet, as du të me më hi në barë, as shpija, as konë të do me të pa. Edhe që ka që. Nëse diçka, atër e raporton rastin, të organet e renit që po të shqetësën, edhe që ka, kërkohet që ka urdhër mbrojtës prej shtetit. Edhe të mbron shteti për ty në inshallah. Po në nuk besoj që ka me pas nevoj. Mbështet ju Zotit edhe mos u dërza. Absolutisht, para askujt mos u dërza. Se krejt me të gjujt, me të bo keq, krejt me mundu me të bo të keq, nëse se ka caktu Zotit, nuk bëhat. Nëse Zotit është me ty, s'kan që ka të bojnë, absolutisht. Selam alaikum të hoxhë nderuar, kam veç 3 muaj që kam marrë në Gjermani, me letra dhe me punë, me nevojë për përmirësimin e jetës time familjare, ekonomikisht në vendlindje. Thot nuk po e gjej veten sepse kur këtu afër nuk kam asnjë vend faljeje, as tek vllazërit të tjerë e as në ka xhami shqiptar dhe kjo më pengon dhe po më shqetëson shumë. Por me të thonë të thot po vjen i nati me u kthy. Si të veprojnë këtë rast? Në këtë rast, i lën ato inatet, i lën ato mendimet e kohës së kaluar, kur njerëzit nga mosdia edhe nga mos kuptimi e realitetit kanë bërë shumë vepra, shumë punë për të tjerët. Po çka po më intereson mua çka thonë njerëzit. Me pas dëgjuar njerëzit tonë se shashku me mësu për hoxh hiç.
sepse kur kom shku në si 15 vjeçar me dorëzu dokumentat me drejse, krejt gati, s'po thëm 100% krejt, po shumë i dohan që shkohet, i ki notat e mira, ti mënesh me shku për mjekësi, ti mënesh me shku për këtë, ti mënesh me shku për ato, ti mënesh me shku në gjimnaz, ti mënesh me shku atje. Po, dresja sa më shkësini, kur qish? Ja, në atë kohë me që një fmi me dresë, është sikur me në farë formë me dështu një fmi, se 1985-86, kolmi komunizmi. Mirë po, babalartë kanë qenë ma devatshëm edhe ma me bindje të fortë e zote kanë ditë që s'hupim, edhe na kanë shuar. Po mi pas dëgju njerëz që i dash me lanë në gjysmë. Pse deri në 10-ën gjithçka zjetër është folur për islam dhe për musliman. Edhe kanë thonë, qëta hoxhallarë kanë me vdek, edhe qëta plesht, qëta hoxhallarë të vjetë, edhe mbyllën xhamiat. Edhe unë e mbajnë mend, do thot para 35 viteve, apo 40 viteve mbajnë mend, kur disa xhami të këtij qytetit, 4, 5, 6, kanë qenë depot materialit ndërtimor. U shit ka të qëreqi, u shit ka beton, u shit ka bloku, ku e dine që ashtë që njerëzit edhe s'kan funksionua. Të para në dojtë është një prej xhamive që është në qendër të kryet qytetit, xhamia e 4 lullat, deri në vitet 80 të diçka, a ka qenë ajo e mbushme me bërllak. E s'ka funksionu heq. Pastaj u pastru, e vogël, e terraut, sa tu ka qenë një furë e bukës, ke një qësh, pastaj alhamdulillah rënuaj furë e bukës, ato lokalet e u bo xhamia, që kjo që është tash. E kështu që ka thoi njerëzit, ti mos u bo marak, absolutisht, ti shikoj punët e tua, nuk të rrihet, nuk je xhami, kërkon më falë, këtheva vlla, këtheva se tjetë gjëmoja, se për namazet e tjera i falë edhe në banes, po gjëmon ku e falë ti, pa gjëmon nuk unesh me nejtë çdo herë. Edhe nuk ka bre qasë jetë e luksoze qysh paraqesin disa në Evropë. Jeta është e vështirë, jeta është e rëndë. Çdo familje atje do të me punu 2 deri në 3 vetë për me mbjetu qysh duhet. I kaluat gjitha ato, do me thonë që janë kërkesa gjatë mujit, qiraja, tatimet, rryma, ujë, bërlogu, po dyune që kanë sigurimi, e disa parë një marën. Ja dhondja në nonë ja marrin komplet njënën, tjetër pa e marrë vesh heq. Vesh ndrojnë pare, merë këto e patë, merë këto e patë. Edhe që në të boku me diçka me përjashtim ata që kanë do bizneset forte, edhe që kanë shumë antarë të familjes që punojnë, edhe kanë një kulet për bashkë, ata mujnë me bo diçka. Për ndryshet e tjerë shumica jo. Kështë që leti që ka thuj njerëzit se s'pe interesën gati kërkojna, se cili punë të veta, mos për më interesën për të afërmit e mije, je për më interesën ti apo rrena apo kthejesh, ai tjetëre, ku ta djune. Ti këshëre Zoti që ka thot. E a thot Zoti për më këthyje, a është ma mire, ma kesh ma mire, është më këthyje. Atër këthau. Këthau edhe ashtu kështu s'pe gjejshe vetën edhe në rregull është. Kemi telefonatën në radhës. Alo, ordoni. Alo, ordoni. Selam alaikum, vashmitim. Aleikum selam edhe për juve. Dëshiroj shërim. Faleminderit shumë, Allah shpëleft. Unë hoqës një pyetje shkurtimisht, po s'ju pëngoj mos që marko. Po, që shë. Jëmë dhonë ka drushin nga vushtria, Po, vla, veqërdo. një të zak, i grusta mi konja 1500 euro ja këndon për hir të Allahit, që 70 vite. I ko unë më thy, tash as nuk unë përgjigjet. E për përstojën, qa me bonë që punë, a mja falë, a mja lonë, Zotit a qysh, Ti e ke hazu borgja, po? për hir të Allahit ja këndon. Pa kur fa interesi, heq. Gruja jeme ka djallë tezës. Në rregull. Në rregull. Faleminderit, në rregull me pyetjen. Pyetje tjera? Kur gjë tjetër. Tash e marrë përgjigjen Ju inshallah. përshëndes me një selam alaikum, rahmetullah berekatuh. Aleikum selam. Po, se i përket kësaj pyetjes që bone kë vllau musliman që tha, më një afërmi ka 1500 euro borç që 70 vite dhe nuk po mi këthen që ka me bo. Nëse e ka gjendjen e ronë, se këtë tha nuk e ka gjendjen e ronë, tha ka gjendjen e mirë. Nëse e ka gjendjen e ronë, edhe mi a falë banë. Po nëse ka gjendjen e mirë, edhe nuk po i këthen, ti të regoj që borç mi kje, në dynja në akhirat, këtë botën dhe botën tjetër,
nuk t'i fali, edhe mundo me i fol me fjalë të mira, ose me i fol dikush për familjarëve, dikush për njerëzve, edhe është e drejtë e jotja me lyp borxhin tënë. Po, për 1500 euro mos me në i hap ekstrem, apo në i hap radikal, unë zot me orë deri te keqja, deri te rrahja, apo shamja, apo diçka e ngjashme. Kështu që nëse t'i kthen mirë, nëse t'i kthen botën tjetër, atje janë shumë më të vlefshme se sa këtu. Shumë për radhës nga rubrika, është rikujtim, +33 është numri 454718848 në Viber e WhatsApp, që të tek rubrika dërgoni mesazh. Shumë për radhës nga kutia postare, thotë si e parashë Islami vënien e emrave fëmijëve, cilat janë dispozitat dhe a japim llogari për gabime që i bëjmë në emërtimin e fëmijëve, qoftë nga aspekti fetar, qoftë edhe ai kombëtar. Fëmijët janë dhuratë e çmuar, fëmijët janë një dhuratë për dhuratave të rëndësishme, me të cilën Allahu i madhruar i begaton shumicën për njerëzve, për mos të më thonë gati të gjithë në përjashtime të vogla. Andaj këtë dhuratë të çmuar, të rëndësishme, duhet me trajtuar në mënyrën më të mirë dhe me krye detyrimet, obligimet që i kemi ndaj fëmijëve, dhe një prej detyrimeve që kemi ndaj fëmijëve është me i emërtue me emra të mirë. Me i emërtue me emra të mirë. Çfarë nën kupton me emra të mirë? Me emra që kanë domethënie të mirë. Qofshin ata emra të pejgamberëve, qofshin duke i shoqëruar me emrat e Allahut, siç janë emrat për shembull Abdulrahman, Abdulrahim, Abdullah, e kështu me radhë, qofshin emrat të njerëzve të ngritur, njerëzve të ndritur, siç janë Ebu Bekri, Umeri, Uthmani, Alive të tjerët, po qofshin edhe emra shqip. Edhe emra shqip, mirë po çka, me një fjalë me përmbledh. Emërtoni fëmijët tuaj me emra të mirë, me emra të bukur, sepse me emrat e tyre dhe me emrat e baballarëve të tyre do të thirrën xhenet. Kështu ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, me pas kujdes për zgjedhjet e emrit, jo me përzgjedhje emën tjetër feje, e tjetër nacionaliteti, e që ka një domethënie jo të mirë ku ta dione, po ose me i dhonë ngjyrim fetar, ose me emërtu me emër shqip, po që ka domethënie të mirë, që ka domethënie të mirë. E kemi si dy lloj pyetjesh në një, hoxhë ndërum, thotë, sa herë fali jetësin, qoftë në xhami, qoftë në shtëpi, thotë fali salat e vitrit dhe para se me ra me fjet, fali 2 ose 4 rekate sunet, a bëj gabim apo jo, dhe të namazin e sabatit e fali 5 deri në 10 minuta pas se hyn koha. A bëj këtu gabim apo jo? Është një tip pyetje ose pyetje po I ka bërë këtu. Qysh kes namaz sabahit? E fali 5 ose 10 minuta pas se hyn koha e faljes. Tash është për imsak apo jo koha më në që nuk është ashtu, po thot 5 ose 10 minuta pas se hyn koha. Edhe 2 ose 4 rekate sunet I fali para se me fletë, edhe pse fali salat e vitit. Me jetësi. Se I përket falës së namazit të vitrit, namazi I vitit I ka 3 kohë për faljen e tij. Dhe dallojnë koha njëna prej tjetrës. Koha më e mirë, koha më e përshtatshme dhe koha më e dashur tek Allahu për faljen e namazit të vitrit është pjesa e fundit e natës. Pjesa e fundit e natës, që I bjen koha e syfyrit. Kush mundet me ra heret me flejt, edhe një farforme me pushu mirë, e pastaj me ngrihet në pjesën e fundit të natës, falë namazin e vitit, kjo është koha më e mirë. E dyta, edhe kjo kohë e mirë është, ata të cilët mendojnë se nuk mund të ngrihen për me falë namazin e vitit në pjesën e fundit, kohën e syfyrit, atëherë këta e kanë kohën më të mirë me falë para xhumit. Rën ky masjatësia, shjatësia po falet heret, rën ky një kohë, rën, edhe për e zomë në ora 23 bjen me fjet, atëherë 23, 28, 30, kur bjen me fjet, pak para se me ra me fjet, nëse ka abdes, e fal vitrin. Nëse s'ka abdes, merr abdes, e fal vitrin, edhe bjen me fjet.
Dhe koha tjetër, që është më së pakti e preferuar, e pëlqyer, është pas namazit të yatsis. Pas namazit të yatsis. Pra, këto janë 3 kohët kur mundet besimtari musliman me fal namazin e vitrit. Mirë po, i përmenda një nga një për shkak të vlerës të rëndësisë. Pra dhe njëherë për sqaroj. Koha më e mirë për faljen e namazit të vitit është pjesa e fundit e natës. Kur është kjo? Atje ka fundi i natës, ka koha e syfyrit. Kjo është më e mira. Pastaj, para se të bie me fjet gjumë, pastaj nëse ne nuk mundemi me falë në ato 2 kohët ma të pëlqyera, atëre falem në një kohë tjetër që është mas namazit të yatsis. Pas namazit të yatsis. Edhe tash secili e din veten, sepse na kemi edhe sahabe, njerëz shumë të mëdhenj me autoritet, me devotshmëri, me drejtësi, me sinqeritet që e kanë falë kohë të ndryshme. Për shembull, Ebu Bekri e ka falë në këtë pjesën e dytë, me thonë para se të bie me fjet. Pse u friksojke apo mundet më uqu me falë në pjesën e fundit ajo, se ata s'kan pas telefona e ore ata me i quë. Edhe ka qenë me shëndet kështu ma i dopt, ka shëndeti, ka ona fizike, dhe ai rike, para se me ra me flejt, e falke vitin, edhe pastaj flejke. Omeri, radhiyallahu anhu, e falke në pjesën e fundit. As nuk e falke mas yatsis, as para gjumit, bike me flejt, dikur ka fundi natës, o zgjejke, merr ka abdes, e falke vitrin, përmend ke Zotin, rrek aty, edhe prit ke namazin sabat, edhe pastaj e falte sabat. Tash secili prej jush e zgjedh kur i përshtatet kjo kohë. Ky pyet si tha, unë e fali para se të bie me flejt, pastaj qohna natën, fali apet Jo, sa rreth ta fali me namaz të yatsis. Po pas namazit të yatsis, para se me flejt, i fali 2 ose 4 rekate vullnetar namaz. Kështu ke pyetje. Po kjo gabim është kështu. E qysh është mirë? Mirë është e fali yatsin, pas yatsis, e falë sunetin e yatsis 2 rekate, shkon në shtëpi, rren, po du më falë 2, po du 4, 6, pastaj në fund e falë vitrin, edhe bjen me fjet, që kjo është mas mirë. Me mbyll. E jo vitrin, pastaj sunet, se vitri është kolmi. Apo kupton? Një ka 2, sa dushti 2 rekate, 4, 6 qëti. Amo në fund ja qëtë kolmi është kështë namazin vitri. Për mi kolëm s'ka më katë. Sa i përket namazit të sabat e fali 5 minuta për para, apo jo, më falë. Si të hynë koha 5 ose 10 minuta mas që hynë koha. Si të hynë koha 5 minuta 10 në rregull është. Mas miri, falen xhami, kur të falet me xhamat. Wallah, e kom xhamin largë, po s'kom xhamin lagje, po falë në shtëpi, falë në shtëpi, po mos u falë vetëm, falë me kënë, me grue, me vajza, me djem, me nipa, me sa kanë iki, bëni një xhamat në shtëpi, nëse në lagjen tuaj, apo në fshatin tuaj nuk ka xhami, atëherë e falni burrat edhe gratë bashk, burrat përpara, gratë mrapa, e falni në shtëpi, e bëni një xhamat në shtëpi. Valla kemi xhami në afër, e kemi në lagje, e kemi në fshat, e kemi në qytet, edhe kemi mundësi me dalë, dilni në xhami burrat, dërsa gratë dhe fëmija e falin në shtëpi. Allahu ala. Po vesh me ato pyetjes hakun, por ka bën me zgjidhje, po a bën me ia dhon votën atyre politikanëve që po kujtojnë për nesër besimtarët vetëm në kohë zgjedhjesh. Kjo është temë që ka përfunduar. Ka përfunduar. Ti dalë me hakush pyetjet ose pyetjes se pastaj edhe me të thonë të drejtën, as që kam disponim, as që kam interesim më përgjithë se kush po na vet neve. Na kena pas në zgjedhje hoxhallar që kanë kandiduar, që kanë votat e tash po të vetin për pyetje. Bëj çka dush Allah, kemi dhënë llogaritë e Zotit, kanë për zgjedhni secili jeni përgjegjës për ata që po i bënin pushtet, edhe jo, edhe na, kryesorja xhamati vepron kokën vete, as që interesu më koordinue, edhe hoxhallar që foto shqetësu për këtë çështje, kështu që as mos kanë ju xhamati, as pa komin hoxhallar, që ta kena me pas, që ta kanë na e rregulloj jetën në thojza, ose kanë me lanzi jetën, thojza të dyjat, se s'po dita është që në kanë me bo, po kryesorja që ta i kemi sill na si popull, që ta kanë me na udhëheq
vitet në vijim. Kështu që pyetja më duket fort interesante ose nevojshme me diskutuar, sepse në kohë të zgjedhjeve edhe politikanë nivel qendror, edhe politikanë nivel lokal, që janë zgjedhje lokale, po kontaktojnë me hoxhallar, po kontaktojnë me xhamatin, po mendojnë që po i bindin për me votue, tona jasë qënë peshiq, çdo ftesë në kohë të fushatave, për mua është mungesë edukata, mungesë respekti. 4 vjet po ma din derën e xhamis, 4 vjet po ma thirr numrin korr, e ta është po ta çem me pini kafe. Ti po ki çem me pi kafe. Unë s'ta s'përkom. Ti po ki çem me marr votat. Pse ai po mendon që se të pini kafe me mua unë jam çaçi papjekun po dal aty 1500-2000 vete po i them me një votën aty. Jo, marr absolutisht. Ka raste që disa janë ma serioz, e vinë konsultohen, e vinë bashkëpunojnë e krejtë. Ama, ko fushate, po ta qes një drek. Që është ashtë që ballotarëve që kanë fillu me në thirë. Jo, marë se më interesu, mas dreka, as darka, se që 4 vjetë po mjef kush jam. Mirë po ka njerëz që viktimizohen. Për një kafe, për një drek, votën. Po hajri, shalë kjo është temë tjetër, kur të vinë tira zxedhe dhe bisedojnë. A kanë bazë në islam vezveset, sepse kohëve të fundit po kam shumë vezvese përfshira ato në namaz, po ngatroj se çka ka fal e çka më ka mbet. Po, si me dalë prej kësaj krize dhe si mbrohen para përkrisht prej vezveseve. Vezveset janë përshpëritjet. Kanë bazë, derisa përmenen në Kur'an, në surën An-Nas, ku Allahu Ta'ala thot, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Pra vezveset të përmenen. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Edhe do të me trajtuar me dhikr, me dua, me lutje, duke lexuar pjesë të caktuar të Kur'anit, pjesë të përzgjedhura, siç është surja Al-Fatiha, 5 ajetet e para të surës Al-Baqara, ajetul Kursiya, 2 ajetet e fundit të surës Al-Baqara, Qul huwallahun, Falekun, Nasin, me boda, edhe kalojnë me emrin e Allahut. Nëse problema se pyetjet të fundit, thotë jemi burrë grua të devotshëm në Islam dhe jetojmë tash sa vite në Gjermani. Si rezultat i kujdesit ton me theks të gruas ndonjë plake gjermane e fesë krishtere, ai ka vendosur thotë që me lën shtëpinë me bërë në emën të gruas. Ka halal gruaja dhe unë në krah të saj, si rezultat i ndihmës së saj për plakun këtë lloj pasurie. Po, e ka të lejuar, e ka halal, derisa ajo me vetë dëshirë ja dhuron, kjo numërohet dhurat. Në fund apo Allah të plaka nuk ka pasar, se pas ka fjalë shpresë. Po, do me pas pasar, se ajo e drejtë e saj, punë e lëna çka bën, ku ta dione. Po sido që tjetë dhuratat pranohen prej të tjerëve dhe ju jipen të tjerëve. Pra shkëmbimi i dhuratave është i lejuar, kështu që kësi rastë do të ngjashme ka kogja shumë në për Evropë, dikush e lën kirrin, dikush e lën banesën, dikush shtëpinë, dikush e lën 1 milion a 2-3 milion euro apo franga, so që ku dëgju që ka raste deri në 10 milion franga e ka lënë një plak ose një plak se dikush është për kujdes për ta, edhe kur s'ka pas të për kujdes, edhe kur ka pas që askush nuk ka marrë me ta, ka thonë, po nëpse me ulon ti tërkujt, me ulon që dyne që po më pastrojnë, që po interesohen, edhe në rregull është, po në rregull është e lejuar. Hoxha, Allah shpëlbeft, faleminderit. Allah shpëlbeft edhe ju edhe të gjitha ata vëllezër dhe motra që deri në këto momente ishin me neve, deri në takimin e radhës, qofshim të gjithë në mbrojtje, në përkujdesen dhe begatit mirësitë e Allahut te baraka ve taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Aleikum selam. Juve të dashur dëgjues shkues, kaq ishte për sonte, ne takohemi sot në javë, ndërsa të mandishëm, atëherë që ndroni me ne. Selam aleikum dhe mirëmbëjtje.